Pashkën të gjithëve. Sa bekim që kemi rastin, kemi mundësinë të mundemi të festojmë ringjalljen e Zotit tonë Jezu Krisht. Ai nuk është në varr, ai është i gjallë. Amen. Faleminderit që keni ardhur, do të kemi kohën që të bëjmë gjitha gjërat që janë përgatitur, por le të shohemi në këmbë së pari, të mund të përgatisim zemrën tonë. Falenderojmë Perëndin për veprën e Tij të madhe, për sakrificën e Tij të jashtëzakonshme, edhe me mirënjohje të thellë, i themi Zotit faleminderit, sepse ne asnjë gjë nuk meritojmë nga ai. Kush jemi ne? Por Zoti me gjithë të dashurinë e Tij, ai fitoi mbi vdekjen për të na shpëtuar neve. Le të shkojmë te Zoti me falënderim. Zoti i dashur, faleminderit Perëndi për këtë ditë që mundemi të kujtojmë ringjalljen tënde Perëndi. Faleminderit Zot sepse kjo është themeli i besimit tonë Perëndi. Ti je i gjallë, edhe ne besojmë një Perëndi të gjallë. Faleminderit që ti je i gjallë në jetën time, faleminderit që ti je i gjallë në jetën e shumë njerëzve Perëndi sot. Edhe lutem Perëndi që ti të na flasësh në zemrat tona Perëndi. Ne të gëzohemi në prezencën tënde për fuqinë e madhe Perëndi që ti ke. Perëndi bekuar qofsh për jetë. Në emrin e Zotit dhe shpëtimtarit të falenderojmë. Amen. Në mbrojtje më qëndron, Jezus gjaku yt.
Amen. Në ditë kur qelli latine ti kishte, e kur mëkati i sisterisht bërë, Jezus i erdhi, ka hijra të lite, t'jetoj mes njerëzve, shembull u bë. Mi shumë fjalla, e dritën shkëlqeu, e shfaqi lavdin, me jetën më deshi, me vdekjen shpengoi, me ti jam barosje, mëkatin te qoj, dhe me ringjalljen, shfaqsi më soli, për një ditë do t'kthehet, ç'lavdi në adit, ç'lavdi në adit. Një ditë e quar, në vend e Kalvarit, dhe e gozhduan të vdes në atë kryq. U atje brota
besoj fitore ka. Prej fuqis në atë gjallë. Amen, amen. Jam i gjallë sa i jeton. Amen, amen. Ka nga ngrete ai që s'ka kur fund, sa i jeton. Keshi vdekur në varë, qesh mulluar me turpe far, emri prej ti u thirr, e guri u hoqte. Amen, amen. Jam i gjallë sa i jeton. Amen, amen. Ka nga ngrete ka i që s'ka kur fund, sa i jeton. Ka fuqi për nesër, sa i jeton. Çdo frikë që kam u shkon, me ti ai ban ka jetë dhe t'ardhme në dorën e ti. Amen, amen. Jam i gjallë sa i jeton. Amen, amen. Ka nga ngrete ka i që s'ka kur fund. Amen, jam i gjallë sa i jeton. Sa gëzim
uleni. Mirë, do doja që të merja pak kohë, do doja të uroni mirëseardhjen ata që janë për herë të parë sot, do doja që t'i mirëprisnim. Kështu që fillojmë të e di që ka shumë njerëz sot që janë për herë të parë dhe jemi shumë mirënjohës për prezencën tuaj sot. Fillojmë te kush është për herë të parë, thjesht ngrej dorën, nuk duam t'ju vëmë as pak të siklet, po. Mirë se keni ardhur. Po, zonja atje, bashkë me Idën, po mirë se ka ardhur zonjë. Dikush tjetër ande nga mbrapa? Mirë se ka ardhur, Dikush tjetër? Okej, mirë këtu në mes. Po, mirë se ka ardhur zonjë. Po, mbrapa, ka çunat. Mirë se ka ardhur zonjë. Po jap një flet anketë që ose mund ta mbani pak dorën që t'ju shikojnë Ertili. Po, dikush tjetër? Okej. Këte? Mirë se keni ardhur. Faleminderit, jeni miq tan sot. Vërtet jemi shumë të nderuar që jeni këtu. Shpresoj që vërtet të merrni atë dhuratë që Zoti ka për juve sot. Mirë, do doja që me një duar trokitje të madhe për ju që jeni për të parë sot. Gjithashtu të ftojmë edhe korin për këngën e tyre të veçantë. Hajde një kalamaja korim. Hajdesh. Gjithë keqen e rigdhimjen që ne kur së më të
Dikur në vitin 2006 të largët, tani na duket I largët, po mblidheshim me familjen. Kishim një traditë shumë të mirë se uleshim në atë divanin ton dhe shikonim festivalin e fundvitit. Kam përshtypjen se shumë prej nesh e kanë bërë atë gjë. Edhe bëshim ajo juria jo profesioniste. Që thoshim me veten ton cila do jetë kënga fituese, madje e shpallnin fituesin ende pa u dhënë vendimin. Por midis këngëve të atij viti ishte një këngë e kënduar nga një këngëtare që quhej Mariza Ikonomi. Fjalët e asaj kënge ishin: ku është dashuria? Kur u bë kjo pyetje, thellë në zemrën time thash me veten time, a ja kemi gjetur vallë përgjigjen? A e kemi gjetur vallë në të vërtet? Ku është dashuria? Ne e kemi kërkuar dashurinë, madje e veshim atë në forma të ndryshme, një herë në një formë e një herë në një formë tjetër. Ne flasim për dashurinë, madje dashuria duket sikur na rrethon, po nëse dashuria me të vërtet na rrethon, pse ka kaq shumë zemërim, kaq shumë urrëtie, kaq shumë thashë theme, kaq shumë luftra? A nuk duhet të prodhonte dashuria paqe? Dashuria është e bukur. Dhe në fakt duhet të jetë kështu. Është mirë të jetë kështu. Dhe dim që ka njerëz që dashurojnë fort. Ata dashurojnë sa u shpërthen një vulkan dashurie dhe I mbulon të tërën dhe lidhen aq fort me njëri tjetrin sa janë gati të japin gjithçka për njëri tjetrin. Dhe prap është mirë dhe pikërisht këtu na duket sikur e merr kuptimin e vërtet dashuria. Romanca, si Romeo dhe Julieta, që çuditërisht përfundojnë në tragjedi. Pra ku është dashuria? Në atë këngë, dy vargjet e fundit të këngës thoshin: ku është dashuria? Ku është? Pse mungon? Dhe sa kohë akoma pa të ne do të jetojmë? Vallë, mos e kemi kërkuar dashurinë në vendin e gabuar? Mbase, ka njerëz që lidhin dashurinë me materialen, të duash atë që sheh, të duash atë që prek. Mirë po ajo që sheh dhe prek, zhduket, është për një kohë edhe nuk është më. A zhduket vallë me të edhe dashuria? Ka njerëz që janë aq të dhënë pas paras, sa që edhe shpirtin e tyre e shesin për para. Po çfarë jeni duke bërë kështu? Parat nuk janë dashuria. Sa më shumë që ata fitojnë, aq më shumë varfërohen së brendshmi. Parat nuk mund ta blejnë dashurinë, madje blejnë dashuri të rreme. Dhe ka të tjerë që dashurisë I veshin famën. Për të bërë njerëz të famshëm, ata bëjnë gjithçka, ata duan të pëlqejnë njerëzve, duan që t'i duan më shumë. Por ja që përfundojnë si idhuj. Dhe nga historia njerëzore dim se idhujt nuk janë veç se dru, gur, letër. Ata s'kan jetë, s'kan frym. Ata janë pa gjallëri, po janë bosh. Edhe njerëzit e famshëm asgjë nuk janë. Janë bosh, ata s'mund të mbushin asgjë, askënd. Po mbase nuk e kemi pasur gabim që e kemi kërkuar dashurinë në një njeri. Nëse dashuria duhet jetë diku, duhet jetë këtu, midis nesh. Duhet jetë ai që ti do, ajo që ti do. O, sa shumë që e do, sa shumë që e dua. Por sa shumë? A ja dim neve masën dashurisë? A mos vallë ja kemi zbogëluar vlerën asaj që është nyja që mban universin të lidhur? Kemi të drejtë, dashuria duhet të jetë tek një njeri dhe tek ekzistenca e tij. Dhe kush më mirë se ai që na krijoi e di se si, ku edhe çfarë është dashuria. Ai e veshi këtë dashuri në një trup njerëzor, në vetë Perëndin. Po a më thoni, pa mund të dojnë do kush më shumë se që na do ne Perëndia.
Po kjo dashuri e Perëndis nuk është e përkohshme. Kjo nuk është një dashuri që zbehet, që lëkundet. Po kjo dashuri nuk lodhet, nuk ftohet. Dashuri e Perëndis është e qëndrueshme, është besnike. Ajo fle me ne çdo natë dhe zgjohet me ne çdo mëngjes. Dashuria e Perëndis mban vazhdimsinë e jetës. Ajo na mban gjallë. Kjo dashuri erdhi midis nesh, që ne ta shikonim, që ne ta admironim, dhe në vend që ta kërkonim, ai na gjeti. Kur ne ishim të humbur në skutat e errta të kësaj jete, ai u afrua. Dhe trokiti në atë zemrën e zbrazur, në atë zemrën e ftohtë që i thot, jo, qëndro larg. Ai u afrua. Edhe tha, po bëhem si një nga ju. Një dashuri që vetëm për masat biblike mund ta përshkruajnë. Më e lartë se qielli, më e thellë se oqeanet, më i gjerë se horizonti dhe më e largët se çdo largësi. Kjo është dashuria. Kjo dashuri eci midis nesh, preku gjithkë, shëroi gjithkë, njerëz që askush nuk i kishte shëruar dot më parë. Dhe ishte e mrekullueshme të shikoje të çalë që ecnin, që kërcenin si drer, të shurdhër që dëgjonin, të verbër që shikonin, të vdekur që ringjalleshin. Edhe ai ushqeu turma të tëra vetëm me 5 bukë edhe 2 peshq. Ishte e jashtëzakonshme. Dhe njerëzit kishin nevojë për këtë dashuri, sepse ata nuk e kishin parë më parë. Nuk ishin takuar me këtë dashuri. Por disa të mirë që nuk e duronin dot dashurin. Ata e urrenin dashurin. Ata u vërsulën mbi të, me pasionet e tyre djallëzore. Ata e mbërthyen në një kryq druri. Në këmbë në duar i vun gosht të llaktarshme, e në kokë i vun kuror me gjëmba. E para se ta bënin të gjithë këtë, e fshikulluan në mënyrë të pamëshirshme. Ai trup atje në kryq kullonte gjak. Ku është dashuria? Është tek ai kryq. Është atje. Nëse nuk e di, shko tek ai kryq. Tek ai u zbrazë gjithë dashuria e Perëndis për ne. Po, për mua, për ty, për të gjithë ne. Ai dha jetën në atë kryq që ne të kishim shpresë. Ai e bëri këtë sepse më do. Dhe këtë e ka treguar që ditën që unë u krijova, që në barkun e nënësime, kur ai me gishtat e tij filloi të më formonte. Ai nuk qëndron kur larg meje, edhe pse unë në fakt qëndroj larg tij. Jezusi të do. Nuk është thjesht një fjalë, por ka udhëtuar në përkohë, për më shumë se 2000 vjet, që para se ti të krijoheshe, që para se ti të dije se dashuria ekziston, që përpara se ti të dashuroheshe me një njeri. Jezusi është shprehja e dashurisë. Pa të, njerëzit janë të humbur. Mbase duhet të pyesësh ata që kanë ikur nga kjo jetë ende pa e njohur atë. E nëse do të mund të përgjigjeshin ata që kanë ikur nga kjo jetë dhe janë poshtë në fe, ata do të pëlqisnin, o të marë, pse unë bisni kohë, pse e kërkoni dashurin aty ku nuk është. Ka vetëm një vend, dhe ai është emri Jezus. Emri Jezus hap qiellin, aty është dashuria, ajo është rruga për në jetë. Akoma vazhdon të kërkosh dashurin. Mbase të gjitha këto gjëra që u thanë mund t'ju duken gjëra të stisura, interpretimi i bukur, fjalë të bukura. Pra e dini? Qysh prej vitit 2006
E deri më sot, unë nuk e kam gjetur askund tjetër, në asë një fe, në asë një njeri, në asë gjë, një dashuri të tillë, një dashuri që të shkojë në kryq për mua, një dashuri që më do kaq shumë, një dashuri që është e gatshme të japi gjithçka për mua. E kur më mirë se sa sot, që është Pashk, bëjmë mirë t'i kujtojmë zemrës son, se ai po troket, se ai ka për të thënë diçka. Dhe sot, ndoshta është dita, ta hapësh zemrën dhe t'i thuash, po, unë dua të vi tek ai kryq, të përul gjunjët e mi, dhe kur të them gëzuar Pashkën, ta di se Pashka jeton në mua. E kështu, të gjithë mund të themi pastaj, gëzuar Pashkën. Edhe njerë mirëmëngjes të gjithëve, gëzuar Pashkën. Sa mirë që jemi këtu. Kujtoj që ka vend këtu përpara me që ikën fëmijët nëse është e mundur të uleni ju që jeni mbrapa. Sa gëzim. Tani kjo është një kohë kur gjithë bota ata që i besojnë Jezu Krishtit si Zot dhe Shpëtimtar festojnë Pashkën. Edhe është një ngjarje vërtet shumë e madhe. Tani unë e di, juve na keni nderuar sot, ka mjaft për ju që keni ardhur sot për herë të parë këtu. Ne jemi shumë të gëzuar, sepse nuk keni vendosur të jeni diku tjetër, po këtu me ne, sot, për të festuar Pashkën. Edhe sinqerisht, faleminderit e them. Por në qoftë se duam që të kërkojmë ose të kuptojmë ose le të festojmë ose të festojmë Pashkën, që të kuptojmë pse e festojmë Pashkën, mbase është më mirë të kuptojmë se cili është kuptimi i saj. Çfarë është Pashka në të vërtetë? Pse unë duhet të vi sot me një grup njerëzish edhe të dëgjoj në lidhje me Pashkën? Çfarë të veçante ka ky term? Edhe çfarë mund të kuptoju në lidhje me këtë? Atëherë, le t'ju them pikë së pari që disa ndoshta i referohen historisë. Historia e Pashkës është rreth 3500 vite më përpara. Në kohën e Mojsiut, profetit Perëndis. Zoti në atë kohë nxori popullin e Perëndis nga Egjipti, nga kombi i Egjiptit, për shkak sepse ata vuanin nga një skllavëri e rëndë. Kjo është historia. Edhe ata çfarë duhet të bënin? Ata duhet të flijonin një qengj. Edhe me gjakun e këtij qengji, ata duhet që të shikoni pak, të lyenin arkitraun dhe 2 shtalkat e portave me gjakun e qengjit. Kjo është shumë interesante. Le ta lexojmë së bashku. Thotë sepse Zoti do të kalojë për të goditur egjiptasit, por kur të shohë gjakun mbi arkitraun dhe mbi 2 shtalkat, Zoti do të kalojë më tej derës dhe nuk do ta lejojë shkatruesin të hyjë në shtëpitë tuaja për t'ju goditur. Kur bijtë tuaj do t'ju pyesin ç'kuptim ka ky rit për ju, ju do të përgjigjeni. Kjo është flia e Pashkës së Zotit, që kaloi tej shtëpive të bijve të Izraelit në Egjipt, kur goditi egjiptasit dhe i fali shtëpitë tona dhe populli u përkul dhe adhuroi. Pra, fjala Pashk është ky termi këtu kaloi, është ky tokfjalë që kaloi tej, pra fillon me këtë term dhe tokfjalë që kaloi tej. Do të thotë që Zoti, për shkak të gjakut të qengjit, i cili ishte një fli, si thua, i përjashtoi nga dënimi ata që i besonin atij. Ky është kuptimi i Pashkës. Edhe në këtë kuptim gjithashtu është qengji i vërtet, kjo është figura, pikturohet qengji i vërtet i cili do të vinte rreth 1500 vjet më vonë pas kësaj ngjarjes këtu, që do të ishte qengji i Perëndis që heq mëkatin e botës. E ne do të flasim për këtë sot. Po kjo është Pashka. Tani mua nuk më pëlqen paratia. Jam i sigurt që juve nuk ju pëlqen gjithashtu. Po në fakt, sa më shumë vite kalojnë, them për jetën time, aq më tepër kuptoj që gjërat që kanë më tepër vlerë, janë ato që kërkojnë edhe parehatin më të madhe. Po, kërkojnë që të tendosemi, kërkojnë që të sforcohemi, dhe shkojnë deri në sakrificë, her pas here. Kjo është një e vërtet në fakt, ashtu është e vërtet nëse dëshironi të gjeni një punë të mirë, sigurisht që duhet investoni tek vetja, të mundoheni, ka mundim aty. Nëse doni që të ndërtoni një shtëpi apo të blini një apartament,
do të duhet të mundoheni, të punoni shumë, të përpiqeni. Në qoftë se do të, le të them, do të rrisni fëmijët, i edukoni ata, ka mundim edhe sakrificë, po. Pra, gjërat e vyera na kushtojnë shumë, na kushtojnë rehatin tonë, edhe ato gjëra që janë të denja për të bërë. Janë ato gjëra që janë të denja gjithashtu për parehatin tonë. Sot, ndërsa festojmë Pashkën, ringjalljen e Zotit tonë Jezu Krisht, do të flasim për atë që mund ta quaj unë parehatia më e skajshme. Parehatia më ekstreme. Le të lexojmë këto vargje me shumë vëmendje. Tek Filipianët kapitulli 2, apostulli Paul thotë: "Kini në veten tuaj po atë mendje që ishte edhe në Jezu Krishtin, i cili edhe pse ishte në trajt Perëndie, nuk e çmoi si një gjë ku të mbaj fort për të qenë barabar me Perëndin, por e zbrazi veten e tij duke marrë trajt shërbëtori dhe u bë i ngjashëm me njerëzit, dhe duke u gjetur nga pamja e jashtme por si njeri, e përuli veten duke u bërë i bindur deri në vdekje, edhe deri në vdekje të kryqit. Prandaj, edhe Perëndia e lartësoi madhërisht dhe i dhuroi një emër për mbi çdo emër, le ta mbaj mend këtë, që në emër të Jezusit të përkulet çdo gjuhë atyre që janë në qiell, dhe mbi tokë, dhe nën tokë, dhe çdo gjuhë të rrëfej se Jezu Krishti është Zot për lavdi të Perëndisë atë. Atëherë, cili është kuptimi i Pashkës? Cili është mesazhi i Pashkës? Çfarë mund të kuptojmë ne? Së pari njëherë kuptojmë që Perëndia erdhi. Interesante, ai ka qenë këtu në tokë fizikisht. Ne dim që Zoti është krijues, themi, ai mbush universin, është diku në esencën e tij aty lart në qiell, por ai një ditë, ashtu siç e kishte parathënë përmes profetëve, do të vinte fizikisht në këtë botë. Ashtu siç thuhet që kini në veten tuaj po atë mendje që ishte në Jezu Krishtin, i cili edhe pse ishte në trajt Perëndie, shikoni me kujdes fjalët, termat që përdoren, nuk e çmoi si një gjë ku të mbajë fort për të qenë barabar me Perëndin, por e zbrazi veten e tij duke marrë trajt shërbëtori, thotë, dhe u bë i ngjashëm me njerëzit. Një qenie njerëzore. Ai gishtat e cilit kishin thurur universin. Një ditë erdhi në trajt njerëzore, si një qenie njerëzore me një emër. Ky është një mister. Dikush mund thotë, nuk e kuptoj, ke të drejtë. Nuk është e lehtë ta thuash një gjë të tillë. Prandaj në fjalën e Zotit thuhet që misteri i perëndishmërisë është i madh, pa kundërshtim. Kjo është e vërtetë. Në qoftë se thoni është e vështirë ta kuptoj, po, është mister. Si ndodhi? Si ka mundësi? Misteri i perëndishmërisë është i madh. Perëndia u shfaq në mish. U drejtësua në frymë, u du këngjive, u predikua ndër pagan, u besua në botë, u ngrit në lavdi, po është një mister, ama Perëndia u shfaq në mish, në një formë, në një trajt njerëzore. Edhe Jezusi vetë bëri shumë deklarata gjatë shërbimit të tij toksor që konfirmuan atë që ai thoshte për veten e tij. Se kush ishte ai? Ka për ju këtu në sallë sot, unë jam i bindur që ndoshta nuk jeni të interesuar. Edhe nuk e besoni një fakt të tillë, edhe për ju nuk është fakt. Mirë po, në qoftë se do të kërkoni fakte, në qoftë se do të lexoni fjalën e Perëndisë gjithashtu, po dhe fakte historike, është shumë e qartë që Jezusi në mënyrë të përsëritur, jo vetëm për shkak të fakteve historike që njerëzit thonë, por sipas shkrimit gjithashtu, është e dukshme në fjalën e Zotit që ai ka ardhur në tokë në formën e një njeriu. Jo që Jezusi ndaloi si qeni Perëndi, jo mos më keq kuptoni kur e them gjë të tillë, që erdhi si një njeri, as pak. Por ai nuk pati droj që të vinte, nuk pati droj pra që të zbriste nga froni i paafrueshëm hyjnor, që të vinte në tokë si njëri prej nesh, sepse pasazhi thot nuk e çmoi si një gjë ku të mbaj fort për të qenë barabar me Perëndin. Edhe ne mund të kuptojmë këtu që ai hoqi dorë nga ai privilegj i të qenit aty lart në fron, edhe erdhi në tokë, edhe hoqi dorë, le të them, nga ajo që quhet pa arritshmëria, nëse mund të shpik një fjalë, pa arritshmëria, ti do të thotë që ai ishte lart, shumë lart, i paafrueshëm. Edhe ai zbriti në trajtën e një njeriu, si një shërbëtor. Si ndodhi është mister, thuhet në fjalën e Zotit, por është një fakt. Ashtu është. Shikoni tek vargu 7 thuhet, i cili edhe pse ishte në trajt Perëndie, nuk e çmoi si një gjë ku të mbaj fort për të qenë barabar me Perëndin, po çfarë thot? Por e zbrazi veten e tij, duke marrë trajt shërbëtori dhe u bë, vini re, i ngjashëm
me njerëzit. Po pse e bëri këtë gjë? Pse e bëri këtë gjë? A nuk ishte mirë aty lart? Shikoni se tek Ungjilli i Gjonit është apostulli Gjoni, i cili thotë në fillim ishte fjala. Dhe fjala ishte me Perëndin. Dhe fjala ishte Perëndi. Tani me anë të fjalës u krijua gjithçka që ne shohim, edhe nuk e shohim. Zoti foli, edhe gjëja u shfaq, thuhet në fjalën e Perëndis. Edhe thuhet dhe fjala, ky që ishte Perëndi, u bë mish. Ai banoi me njerëzit në një moment të caktuar të historisë. Edhe thot, ndenjë ndër ne, dhe ne sot ditëm lavdin e tij si lavdia e të vetëm lindurit nga Ati, plot hir dhe të vërtet. Kjo është historia e Krishtlindjes. Ku ai erdhi përmes një gruaje, lindi si një foshnjë, si një bebe. U rrit deri në moshën 33 vjet e gjysmë qëndroi në botë me një mision të caktuar. Ky është Jezu Krishti që keni dëgjuar. Edhe ai ndonjë ndër ne. Ne sot ditëm lavdin e tij si lavdia e të vetëm lindurit nga Ati. Po, ai erdhi si një foshnjë. Erdhi si një foshnjë me një mision të caktuar. Sigurisht u rrit fizikisht, ashtu si ne, u bë ngjashëm me njerëzit, lexuam aty. U bë ngjashëm me njerëzit. Prandaj tek Gjoni kapitulli 17, shikoni me vëmendje, aty Jezusi është duke folur dhe thotë, dhe tani më përlëvdo ti o Atë. Ju mund thoni, po mirë, ai Ati, Perëndia në qiell, ky është biri, domethënë çfarë janë dy perëndi, si është puna? Ç'është kjo se nuk e kuptoj. Shikoni me vëmendje, do ta sqaroj këtë gjë, dhe tani më përlëvdo ti o Atë pranë teje, me lavdin që unë e kisha pranë teje para se të bëhej bota. E lexuam që fjala ishte me Perëndin, fjala ishte Perëndi dhe fjala u bë mish në një moment të caktuar të historisë. Edhe ja ky që u bë mish, që quhet bir, flet me Atin. Interesante, ju mund thoni është mister, si ta kuptoj një gjë të tillë. Edhe thot, më përlëvdo me lavdin që unë e kisha përpara te, domethënë para se të bëj bota, me lavdin që kisha pranë teje. Interesante. Shikoni, Perëndia kishte ardhur në tokë, në trajt njerëzore. Prandaj është shkruar më herët nga profeti Isaia, në kapitullin 9 thuhet, sepse na ka lindur një fëmijë. Kjo është historia e Krishtlindjes. Një djalë na është dhënë, mbi supet e tij do të mbështetet perandoria dhe do të quhet Këshilltari i admirueshëm, Perëndi i fuqishëm, Ati i përjetshëm, Princi i paqes. Ky fëmijë, ky është misteri. Kush është Jezu Krishti? Jezu Krishti është Perëndia që erdhi në mish. Në të banon tër plotësia e Atit. Prandaj Jezusi i tha Filipit, kur ishte bashkë me dishepujt, tha, kush më ka parë mua dhe ka parë Atin? Si po më thua vallë, më trego Atin. Ai erdhi në botë si një njeri. Edhe aty lexojmë që ishte i bindur deri në vdekje të kryqit. U gjet nga pamja jashtme por si njeri, po eci në këtë tokë. Jezu Krishti e përuli veten, duke u bërë i bindur, thot, deri në vdekje. Deri në vdekje të kryqit. Këtu është ndërthurur qëllimi dhe plani i Perëndis për të shpenguar njerëzimin. Një botë mëkatare. Jezusi u përul edhe më tej. E dini çfarë unë e gjej mahnitse, sepse ka që fuqisëm sa është Zoti, jo e them sinqerisht. Ai mund të kishte ardhur me një shkëlqim, drite dhe lavdie. Po ai mund ta kishte bërë, sepse është Zot. Po nëse do ta kishte bërë, ta dini që do të kërkonte gjykimin tonë të menjëhershëm, sepse ai është i shenjtë. Pa ai nuk e bëri një gjë të tillë. Ai zgjodhi që të bëj si njëri prej nesh. Ai qëndroi me njeriu, i dëgjoi problemet e tij, i dha shërim, e ushqeu, u kujdes për të, e ndihmoi që të kuptojë se cili është qëllimi i jetës. Edhe erdhi me një mision shpengimi. E përuli veten, thuhet këtu, duke u bërë i bindur deri në vdekje. Deri në vdekje të kryqit. Domethënë, vdekja e tij, shikoni, ishte e qëllimshme. Nuk ishte diçka që ndodhi në mënyrë të rastësishme, por
nuk ishte rezultati i politikës rajonale të kohës midis judenjve, romakëve, apo nuk ishte rezultati i urrejtjes fetare që ekzistonte në atë kohë, megjithëse këto janë disa gjëra që janë të vërteta nga ana historike dhe nuk dua që të keq kuptohemi këtu. Por shikoni, nëse shikoni foljet që janë përmendur në këtë pasazh, janë shumë të qarta që ai mori përsipër diçka, e përuli vetveten, i bindur deri në vdekje. Thuhet aty. Dhe Jezusi nuk është portretizuar këtu si viktim. Le ta heqim nga mendja një gjë të tillë. Jo, nuk është portretizuar ashtu. Por si një person i cili bëri një zgjedhje të qëllimshme. Prandaj apostulli Gjon në ungjillin e tij, ai shkruan ashtu si kundër Jezusi ka thënë, Jezusi është duke folur këtu, thotë askush nuk e merr nga unë jetën. Askush nuk ma merr jetën. Por e jap nga vetja ime. Unë kam pushtet ta lë dhe kam pushtet ta marr përsëri. Jezusi nuk është viktim. Është diçka e planifikuar. Nuk ndodhi rastësisht. Askush nuk është më i fuqishëm se sa Zoti në mish. Po ai erdhi me një qëllim. Po pse zgjodhi që të bëj si njëri prej nesh? Pse duhej ky person, po e quajmë, të vdiste në kryq? E dini pse? Pse erdhi si ne edhe u kryqëzua në kryq? Për shkak sepse ai u identifikua me ne. Ai u identifikua me ne. Për shkak se ekziston një problem që njerëzimi ka rënë për shkak të mëkatit. Edhe njeriu për shkak të mëkatit nuk e arrin dot lavdinë e Perëndis. Prandaj në fjalën e Zotit thuhet sepse të gjithë kanë mëkatuar dhe nuk e arrin lavdinë e Perëndis, nuk mund të shkojnë dot në prezencën e Tij. Nuk e arrin dot, është mëkati që i ndan. Nëse Zoti është këtu, njeriu është këtu, atëherë këtu midis është mëkati që e pengon njeriu që të arrijë në prezencën e Perëndis. Çfarë është mëkati? Mëkati është shkelje e ligjit. Shkelje e ligjit. Cili është ligji? Keni dëgjuar për 10 urdhrimet? Nëse njeriu vjedh, mashtron, nëse njeriu lakmon gjën e tjetrit, nëse njeriu vret, apo vjedh, apo çfarë do që tjetë, edhe nëse nuk vret, nëse urren dikën në zemër, është njësoj sikur ta ketë vrarë, nëse merr në gojë emrin e Perëndis kot, më kot, ashtu siç bëjnë njerëzit që përmendin emrin e Zotit, më kot, Zoti është i shenjtë. Kujdes me emrin e Zotit. Për këtë emër do të flasim sot. Prandaj thuhet të gjithë mëkatuan, të gjithë jemi shkelës të ligjit të Zotit, askush nuk është pa mëkat. Të gjithë mëkatuan, thotë, dhe u privuan nga lavdia e Perëndis, nuk e arrin dot lavdinë e Perëndis. Prandaj zgjodhi që të vinte dhe të vdiste në vendin tonë, ishte një vdekje zvendësuese. Pse? Sepse paga e mëkatit është vdekja. Nëse Jezusi nuk është Perëndia, atëherë ne nuk kemi shpresë. Nëse Perëndia nuk është Jezusi, atëherë ne nuk kemi shpresë. Në Bibël thuhet sepse paga e mëkatit është vdekja. Dhe shikoni aty dhuratën e Perëndis në kontrast. Është jeta e përjetshme. Kjo është dhurata e Perëndis. Ai zgjodhi që të vdiste dhe pagoi pagesën e mëkatit në vendin tonë dhe kjo ishte një zgjedhje e qëllimshme e Zotit. Nuk ishte surprizë për të. Edhe le ta përmbledh disi këtë, sepse vërtet, nuk ka para ati më të madhe se sa kjo. Në fjalën e Zotit thuhet, por Perëndia e tregon dashurinë e Tij ndaj nesh. Në atë që kur ende ishim mëkatar, armiqt të Perëndis për shkak të mëkatit, Krishti vdiq për ne. Kjo është dashuri. Ne meritojmë vdekjen? Apo jo? Paga e mëkatit është kush? Është vdekja. Çfarë bëri Krishti? Vdiq për ne. Kjo është vdekja, le të them, zvendësuese për shkak të dënimit që ne meritojmë. Edhe ne do të mendonim për shembull që qëllimi i Zotit është thjesht të zgjidhë çështjen e mëkatit. Jo, është më shumë se sa kaq. Nëse je ulur sot tu edhe thua që më mirë, unë e di tani që unë jam mëkatar edhe Krishti erdhi edhe për shkak sepse unë jam mëkatar, ai vdiq në kryq edhe mori pagesën që unë meritoj dhe pagesa që meritoj është vdekja, edhe ai pagoi në kryq vdekjen. Jo. Për vdekjen time nuk është vetëm kaq. Është një Zot aty në qiell. Është një Zot aty në qiell që do të ketë një lidhje personale me ty. Një kontakt me ty, personal. Jo thjesht të zgjidhte çështjen e mëkatit.
Është më shumë se saq. Prandaj ai erdhi, qëllimisht zgjodhi që të vinte si një njeri, edhe për shkak të dashurisë, ai pagoi këtë pagesë kaq të madhe. Nuk ka dashuri më të madhe se sa të japësh jetën për tjetrin, thuhet në fjalën e Zotit. Nuk gjen dashuri më të madhe se sa kjo. Në fakt, te Filipianët kapitulli 2 dhe vargu 8 thuhet duke u gjetur nga pamja e jashtme, por si njeri e përuli veten duke u bërë i bindur deri në vdekje dhe thot deri në vdekje të kryqit. Tani nuk e di sa për ju që keni parë filmin Pasioni i Krishtit, Mel Gibson. Fakt ka shumë vite që është, thënë, nuk e di sa e keni parë. Keni parë ose sekuenca ndoshta të filmit. Aty Mel Gibson është përpjekur të japë në mënyrë grafike, sadopak, situatën se çfarë ndodhi me Krishtin në kryq. Është një nuk e di, një minutazh i gjatë që i referohet asaj kohe ose atij momenti, le të them. Edhe t'jeni të sigurt, megjithëse ai nuk ka përshkruar çdo detaj siç ka ndodhur, sepse është një film i realizuar artistikisht. Një ide ta jep se çfarë ndodh njeriu që kryqëzohet në një kryq romak. Dhe të kryqëzohesh në një kryq romak në atë kohë, sepse ishte forma më e lartë e vuajtjes, dënimit që mund të jepet dikujt. Mendoni të shikosh një njeri që gozhdohet në kryq deri në agoni. Tani unë e gjej ironike faktin që ka njerëz sot që ose dikush, le ta them, le ta marrë në numër 1-s. Dikush mund të dhunoj, të përdhunoj, të gjymtoj, të trajtoj kafshërisht njerëzit, të coptoj qenjet njerëzore, dhe nëse ndodh që ky njeri të dënohet me vdekje në këto vende ku ekziston dënim me vdekje sot, që kryhet me anë të një injeksionit apo në një dhomë gazi që e fusin, përpiqen që ai të ketë sa më pak dhimbje, madje të mos ketë pare ati, po them. Unë e gjej ironike këtë fakt. Tani, nuk duhet ma ishin nga konteksti këtë, po unë jam i lumtur që jam në një botë të civilizuar sot. Por, mendoni që ata që ekzekutojnë dënimin për njerëz që kryen vepra makabre, që kërkojnë që ai person aty, megjithëse ka bërë vepër ekstreme, të mos ketë asnjë lloj dhimbje apo vuajtje, të jetë sa më lehtë dënimi me vdekje. Unë e gjej ironike këtë fakt. Kur Perëndia erdhi në këtë tokë si në një trajt njerëzore, pa mëkat, përjetoi vdekjen më brutale që njihej në atë kohë. Më të tmerrshme që ishte shpikur ndonjëherë nga njeriu. Miq të dashur, unë këtë do ta quaja pareatia më e skajshme. Diçka që ai e planifikoi, e vuri në zbatim pas disa mira vitesh, sepse Zoti është Zot. Edhe kaloi 33 vjet e gjysmë. Edhe pastaj u ekzekutua dënimi tek ai. Po pse Zoti do ta zgjidhte një gjë të tillë? Unë e them këtë përsëri, nuk ka pareati më të madhe dhe kjo për shkak të dashurisë. Shikoni çfarë thuhet në fjalën e Perëndisë. Duke pasur një kryeprift të madh që ka përshkruar qejt, Jezusin birin e Perëndisë. Le të mbajmë fort rrëfimin ton, sepse nuk kemi kryeprift sepse ai ndërhyri për ne. Ai ndërhyri për ne. Që nuk mund të vuaj bashkë me dobësitë tona, por që u tundua, thot, në të gjitha njësoj si ne, por pa mëkat. Pa mëkat. Nuk ishte bërë asgjë. Edhe mendoni që shlyerja e tij ishte e plot për mëkatin ton. Që ne të marrim faljen e mëkateve. Jo me anë të veprave të ligjit, jo me anë të gjërave që ne bëjmë mirë këtu, bëjmë mirë aty, japim lëmosh të varfërve, bëjmë këtë vepër të mirë, ndihmojmë duke qenë fisnike, duke qenë altruist ndaj të tjerëve. Jo, përndryshe pse vdiq Krishti.
Krishti vdiq për shkak sepse të gjithë mëkatuan. Ne kemi shkelur, secili për nesh ka shkelur ligjin e Perëndisë, dhe kjo është diçka e pa diskutueshme. Po të themi se jemi pa mëkat, thuhet në fjalën e Perëndisë, ne gënjejmë vetveten, thotë, dhe e vërteta nuk është në ne. Prandaj John Pakzori, keni dëgjuar për të. Kur ai pa Jezusin që po vinte drejt tij, tha: "Ja." Foli për Pashkën. I referoi historisë Pashkës në dhjatën e vjetër dhe tha: "Ja, qengji i Perëndisë. Qengji i Perëndisë që heq mëkatin e botës." Edhe në atë pamje tek Eksodi 12 që ne pam, i referohet pikërisht pamjes në kryq, që do lyhej me gjak arkitrau i portës, nëse mbani mend, edhe 2 shtalkat do të lyheshin me gjak. Që angjëlli i vdekjes të mos dëmtonte popullin e Zotit. Edhe ja ku kemi tani qengjin e vërtet të Perëndisë. Atë që është i vërteti, i cili derdhi gjakun në kryq. Që ata që i besojnë atij të përjashtohen nga dënimi, nga vdekja e përjetshme. Kjo është fjala e Zotit. Prandaj, te letra e parë e Pjetrit, kapitulli 3 dhe vargu 8, apostulli Pjetër thotë: Krishti ka vojtur një herë për mëkatet, nuk duhet vuante përsëri, një herë. Sepse ishte pa mëkat. I drejti për të padrejtët, ai është i drejti. Me rregull 3 i bie, kush janë të padrejtët? Ne. Për të na çuar tek Perëndia. Pse? Është e vetmja udhë. Ai tha: "Unë jam udha, e vërteta dhe jeta. Askush nuk shkon tek Ati përveç se nëpërmjet meje." Ai na çon te Perëndia. Është i vetmi. Asnjë drejtues fetar, po e them në thonjza, nuk ka vdekur për ty, për mua. Askush nuk e ka bërë. Sepse ata janë vetë mëkatare dhe vdekja e tyre është pagesa për mëkatin e tyre. Krishti ishte pa mëkat, i vetmi, që mund ta merrte këtë pagesë. Edhe ai vërtet u vras sipas mishit, vdiq në kryq por u ngjall. Ai është i gjallë. Ai është i gjallë, prandaj ne do të shohim tani që, ai u lartësua. Ai u lartësua. Aty thuhet tek Filipianët kapitulli 2 thuhet: "Prandaj dhe Perëndia lartësoi madhërisht dhe i dhuroi një emër, mbajini mend këtë, përmbi çdo emër, që në emër të Jezusit të përkulet çdo gjuhë atyre që janë në qiell, thot, dhe mbi tokë dhe nën tokë." Mbajini mend këto fjalët. Të përkulet çdo gjuhë atyre që janë në qiell dhe mbi tokë dhe nën tokë. Ai është i gjallë sot. Jezusi është i gjallë. Vdiq, u varos, por është lartësuar. Ne festojmë Ungjillin. Keni dëgjuar fjalën Ungjill? Ungjill do të thotë lajm i mirë. Prandaj predikohet në përkisha Ungjilli, sepse Ungjill do të thotë lajm i mirë. Në të gjithë botën sot, kur njerëzit festojnë Pashkën, predikohet Ungjilli. Ungjilli është lajm i mirë, le ta them përsëri. Po cili është Ungjilli? Ta lexojmë pak, mbase jeni kurioz të dini se cili është Ungjilli, për cilin Bibla flet. Tani Pali thot: "Po ju bëj të ditur Ungjillin që ju kam predikuar dhe që ju e keni marrë dhe në cilin ju qëndroni, me anë të cilit ju edhe shpëtoni, nëse do ta mbani fjalën që ju kam predikuar, veç nëse besuat kot." Edhe shikoni vargun 3. Vargu 3. "Sepse unë ju kam transmetuar, thot, para se gjithash, atë që edhe mora." Ky është Ungjilli. Krishti vdiq për mëkatet tona sipas shkrimeve, dhe se u varos dhe se u ringjall të tretën ditë sipas shkrimeve. Ky është Ungjilli, lajmi i mirë. Jezusi erdhi, vdiq në kryq sipas shkrimeve, u varos dhe u ringjall të tretën ditë sipas shkrimeve. Ja ku e keni aty. Pra, ishte një moment në kohë dhe në hapësirë, në rast se do të shprehesha kështu, që Perëndia, krijuesi i universit, vendosi të vinte si një njeri, edhe zgjodhi, vinere me vëmendje, zgjodhi që të vdiste, ta linte jetën e tij për të paguar për mëkatin tonë, dhe kjo ndodhi sipas shkrimeve. Nuk ishte një ditë për shembull që ai vinte në tokë edhe njeriu e pa njeriu në mëkatar dhe thotë: "O bo, njeriu që nga mëkatar, atë unë duhet të vdes për të." Jo. Kjo gjë kishte ndodhur sipas
shkrimeve. Sipas shkrimeve. Ishte planifikuar, ishte profetizuar që nga Zanafilla. Ju kujtohet Zanafilla 3:15, për ju që keni lexuar Biblën, gjatë gjithë dhjatës vjetër, kujtoni Isaiin 53 për Mesin, vuajtjet e tij shërbëtorit deri tek Malakia. Pra Perëndia kishte thënë ja çfarë do të bëj. Mesia do të vinte, do të ishte shërbëtori, ai do të vuante. Në një moment caktuar të historisë njerëzore, që ne e quajmë Krishtlindjen, ne do ta festojmë Krishtlindjen, çdo vit e festojmë. Nuk ishte një incident i izoluar. Nuk ishte një reagim i momentit. Ishte sipas shkrimeve. Kështu do të ndodhte, sipas fjalës së Zotit. Krishti vdiq për mëkatet tona, u varos dhe u ringjall të tretën ditë sipas shkrimeve. Edhe le t'ju jap një përmbledhje të kësaj. Apostujt dhe ata që i besuan Jezusit në atë kohë, në fillim ishin hezitues, sepse duhet reflektonin, sepse një njeri kur shikon dikë që kryen mrekulli të jashtëzakonshme, kur shikon që bën vepra të jashtëzakonshme, mrekulli vërtet të mëdha, ushqen mira njerëz apo shëron njerëz me sëmundje që nuk mund të shëroheshin kurrë në atë kohë apo ringjall të vdekur, domethënë kush mund t'i bëj këto? Dhe ata reflektuan dhe disi e pan atë ngjarje të ardhjes Krishtit, ai brez. Ata nuk e pan atë ngjarje si diçka të re, që nuk ishin dëgjuar më përpara. Por ata e pan atë kohë, atë moment të historisë kur Jezusi ishte midis tyre, ata e pan si një plotësim të gjithçkaje që ishte parathën vite e shekuj më përpara. Ata e dinin një gjë të tillë. Perëndia në mish kishte ardhur midis tyre. Shumë besuan në të. Ky është lajmi i mirë. Perëndia u shfaq në mish. Patjetër u drejtësuan në frymë, u duk këngjëve, u predikuan ndër pagan, u besuan në botë, po u ngrit në lavdi. U ngrit në lavdi. Kur ai erdhi fizikisht ne festojmë Krishtlindjen, barinj shkuan edhe falënderuan Zotin për atë. Dietarët që ishin nga lindja, ata shkuan edhe ranë përmbys, mendoni pak, përpara një foshnje. Interesant, në shenjë nderimi dhe adhurimi. Sepse ai bebe ishte i veçantë. Perëndia në mish. Misteri i perëndishmërisë. Perëndia u shfaq në mish, është mister, si është e mundur, është e vërtet? Sepse ne jemi mëkatarë dhe vetëm një pa mëkat. Edhe ky është i vetmi pa mëkat, Krishti. I vetmi. Ai mund të merrte pagesën që ne meritojmë, sepse pagesa për mëkatin është vdekja, thuhet në fjalën e Zotit. Edhe ne pam në fakt që në emër të Jezusit do të vi një kohë. Shikoni këtu, dikush është aty lart në fron, thjesht për një pamje grafike. Po vërtet, në emër të Jezusit të përkulet çdo gjuhë i atyre që janë në qiell, mbi tokë dhe nën tokë. Në qiell, mbi tokë dhe nën tokë. Interesant. Shikoni çfarë shkroi Gjoni tek zbulesa. Mbajini mend këto. Në qiell, mbi tokë dhe nën tokë. Dhe pash dhe dëgjova zërin e shumë engjëve, rreth e qark fronit. E pat fronin, ë? Thjesht për të dhënë një ide. Qenieve të gjalla, pleqve, numri i tyre ishte 10 mira, 10 mirash dhe mira mirash, që thoshin me zë të madh: I denjë shqengji i therrur, të marrë fuqi dhe pasuri dhe urtësi dhe forcë dhe nder dhe lavdi dhe bekim dhe çdo krijesë që është në qiell, mbi dhe, nën dhe ato që janë në det dhe të gjitha gjërat që janë në to, dëgjova që thoshin: Ati që rrim mbi fron dhe qengjit i qofshin bekimi, nderi, lavdia dhe sundimi në jetë të jetëve. Ati i qoftë. Të gjithë do të përkulen një ditë, edhe ata që nuk i besojnë sot. Do të vit dita që do të përkulen dhe do të rrëfejnë. Në fakt do të vi një ditë që demonet e qiellit, Satani vetë, çdo ateist, çdo skeptik, çdo jo besimtar, çdo komunist, filozof, socialist, ekzistencialist, satanist, deist, panteist, politeist dhe gjithë istët me radhë në univers, të gjithë ata që e kanë mallkuar Perëndin, e nuk kanë dashur t'ia dinë për emrin e tij, për ekzistencën e tij, por kanë dashur të jetojnë jetën e tyre sipas qefeve dhe dëshirave të tyre, do të qëndrojnë në prezencën e Perëndisë plotfuqishëm dhe do të thonë
Ati që rinë bifron dhe qengjit i qofshin bekimi, nderi, lavdia dhe sundimin në jetë të jetëve. Po më mirë ta bëjnë sot, se një ditë do t'jetë vonë. Një ditë do t'jetë vonë. Zbulesa kapitulli 20 këtu është gjyqi i fronit të madh të bardhë dhe quajmë. Dhe pash një fron të madh të bardhë dhe atë që ishte ulur mbi të, nga fytyrat të cilit morën arratin, dheu dhe qelli. Dhe nuk u gjet vend për ta, dhe pash të vdekurit, të vegjële të mëdhenj që qëndronin përpara Perëndisë, shikoni çfarë pamje. Dhe librat u hapën, dhe një libër tjetër u hap, që është libri i jetës, dhe të vdekurit u gjykuan në bazë të gjërave të shkruar në libra, sipas veprave të tyre. Është një libër që është libri i jetës aty. Dhe nëse ndokush nuk u gjeti shkruar në librin e jetës, u hodh në liçenin e zjarrit. Tani është një ndarje përjetshme. Vdekja e dytë thuhet në fjalën e Zotit. Njerëzit që nuk kanë dashur t'ia dinë për Zotin, nuk do të jenë në prezencën e tij më, sepse Zoti është i shenjtë. Ama tregoi dashuri. Erdhi në tokë në personin e Jezu Krishtit, për të treguar dashurinë ndaj ty, ndaj ty, ndaj teje, ndaj meje. Ai është gjykatësi i tërë tokës. Shikoni tek Veprat e Apostujve, Perëndia pra duke mos vënë re korat e padijes, tani urdhëron të gjithë njerëzit kudo që të pendohen, sepse ai ka caktuar një ditë në cilën do të gjykojë. Ai është gjykatësi me drejtësi botën me anë të një burri të cilin ai e ka caktuar dhe për këtë u ka dhënë të gjithëve një provë të sigurt, duke ringjallur prej së vdekurish. Le ta rrëfejmë sot emrin e tij, një ditë do të jetë vonë. Zoti Jezu Krisht ka përgjykuar të gjallë dhe të vdekur në dukjen e tij dhe në mbretërinë e tij. Dhe sfundi, do ta mbyllim me këtë. Thirrja. Shikoni, çdo gjuhë të rrëfej se Jezu Krishti është Zot për lavdit Perëndisë atë. Kjo është një britm, një thirrje, një shpërthim emocionesh. Është mirë që njeriu ta thrasë Zotin sot. Një ditë do të jetë vonë. Një ditë do të jetë vonë. Një thirrje buzëve drejtuar Jezusit, jo vetëm si shpëtimtar, por si zotërues i gjithçkaje. Në fjalën e Perëndisë thuhet, sepse po të rrëfesh me gojën tënde Zotin Jezus, ai ka një emër. Dhe po të besosh në zemrën tënde se Perëndia e ngjalli prej së vdekurish, do të shpëtohesh. Nga çfarë? Nga fuqia e mëkatit dhe vdekjes. Do të marrësh faljen e mëkateve. Sepse ai erdhi që të na shpëtojë. Ne ishim në rrezik dënimi për në ferr, derisa të largohemi nga kjo jetë. Kështu që ai erdhi që të shpëtohemi. Sepse me zemër njeriu beson në drejtësi dhe me gojë bëhet rrëfim për shpëtim. Le ta rrëfejmë sot emrin e tij. Le t'i thrasim atij sot. Le t'i besojmë atij sot. Një ditë mund të jetë vonë, para se të jetë vonë, sepse çdo krijesë, unë e thash, do ta rrëfej gjithë ata që janë nën tokë, mbi tokë, në qiell, do ta rrëfejnë. A do t'i përgjigjesh thirrjes së tij sot? Në fjalën e Zotit thuhet, sepse kushdo që do ta thras emrin e Zotit, do të shpëtohet. Emrin e Zotit do të shpëtohet. Cili është ky emër? Zoti ka një emër që quhet shpëtimtar. Kur Maria do të lindte, ëngjëlli i Perëndisë me një mesazh hyjnor i tha Marisë, dhe ajo do të lindë një djalë. I tha Jozefit, në fakt ishte duke folur me Jozefin. I thot, ajo do të lindë një djalë dhe ty do t'i vësh emrin, si do t'i vësh? Çfarë emër? Emrin Jezus, thot, sepse ai do të shpëtojë popullin e tij nga mëkatet e tyre. Do t'i vësh emrin Jezus, që do të thotë Perëndia të shpëton nga mëkatet. Ky është kuptimi i emrit Jezus që ne predikojmë. Është një emër shumë i bukur. Është një emër i thjeshtë, një emër që gjatë shekujve është përshpëritur nga fëmijët para se t'i zërë gjumi. Është një emër që është thirrur nga njerëzit në dhomat e spitaleve. E përmendet nga njerëzit në halle, në probleme të vështira. Është një emër që predikohet çdo ditë. Është një emër që t'i jep shpresë, është një emër që t'i jep jetë, është një emër që të shpëton.
Emri Jezus. Në fjalën e Perëndisë thuhet që në asnjë tjetër nuk ka shpëtim dhe nuk ka asnjë emër tjetër nën qiell që u është dhënë njerëzve me anë të cilit duhet të shpëtohemi. Emri Jezus. Kushdo që do të thras emrin e Zotit, nuk thot mund të shpëtohet, po thot do të shpëtohet. Dhe pyetja që unë kam sot është, a do t'i thrasësh ti sot? Zotit, a do të thrasësh emrin e Zotit sot? Në qoftë se nuk je i bindur që po ta thrasësh emrin e tij, nuk do të shpëtohesh, provoje ta thrasësh. Provoje sot. Provoje dhe thuaj, Zoti Jezus, faleminderit që ti erdhe në kryq dhe vdiqe për mua në vendin tim. Prano përpara atij mëkatin tënd. Të gjithë mëkatuan, thuhet në fjalën e Zotit. Dhe nuk e arrin lavdinë e Perëndisë, dhe paga për mëkatin është vdekja. Jezusi pagoi për të. A do të ta thrasësh sot emrin e Zotit? Çfarë do të zgjedhësh? Do të zgjedhësh vdekjen apo jetën, bekimin apo mallkimin? Perëndia duke i folur njerëzve të tij thot, unë marr sot si dëshmitar kundër teje, qiellin dhe tokën, që unë të kam vënë përpara jetës dhe vdekjes, bekimit dhe mallkimit. Zgjedh. Edhe Zoti do që të zgjedhësh jetën. Ai e di atë që është më e mira për ty. Që të mund të jetoni ti dhe pasardhësit e tu. A do ta thrasësh sot emrin e Zotit? Thirrë emrin e tij. Le të ulim kokën gjithë. Unë kam një lutje. Ju lutem. Ky moment është me të vërtet mendim shumë i rëndësishëm, është moment shumë i rëndësishëm tani. Nëse je këtu sot për herë të parë, e do të pranosh me sinqeritet që je mëkatar përpara Zotit. Siç thuhet në fjalën e Zotit. Ke shkelur ligjin e Perëndisë. A mund ta thrasësh sot Jezusin? Thirrë emrin e tij, thuaj, Zoti Jezus. Ja unë do të lutem, nëse mund të përsërisësh pas meje në zemrën tënde, me zemër. Mund të besosh aty. Fjalët nuk janë magjike, as pak, por nëse dëshiron me zemër të thrasësh emrin e tij, të lutem bëje. Thuaj aty në zemrën tënde, Zoti Jezus. Faleminderit që erdhe në tokë. Edhe vdiqe në kryq në vendin tim. E pranoj që jam mëkatar, Zot. Më fal. Mëkatin tim. Mëkatet e mia. Zoti Jezus, unë besoj që ti erdhe për mua. Vdiqe në vendin tim, pagove pagesën që unë meritoj. Që unë të besoj tek ti. Dhe ti të më japësh jetën, dhuratën e jetës. Hyrë në zemrën time, Zot. Bëu Zoti dhe shpëtimtari i jetës time. Zoti Jezus, unë thras emrin tënd sot. Dhe besoj në zemër. Dhe rrëfej me gojë që ti je Zoti dhe shpëtimtari i jetës time. Më ndrysho që unë të jetoj për ty. Në emrin tënd të çmuar lutem. Amen. Mirë, lavdi Zotit. Unë kam një pyetje, ne bëjmë këtë gjithmonë në fakt për të qenë mirënjohës Zotit, sa herë vjen Pashka dhe Krishtlindja. Por të gjithë juve që e keni thirrur emrin e Zotit jo sot në këtë lutje që ne bëm, por vite më përpara ose muaj më përpara apo ditë më përpara. Jo juve që bëhet sot, por juve që keni bërë më përpara. Mund ta ngrini dorën. Faleminderit, është gëzim. Amen. Nëse sot e ke bërë ti, ke thirrur emrin e Jezusit sot, ne duam të gëzojmë bashkë me ju që e keni bërë në rast se kjo është e vërtetë për ty. A mund të ngresh dorën, të lutem, edhe ne do të jemi shumë mirënjohës. Faleminderit. Kërë mbaje. Shumë mirë. Disa këtu, shumë mirë. Amen. Lavdi Zotit. Në fakt, aty kështu thuaj që ne e lexuam së bashku në fjalën e Perëndisë, nëse kthehet mbrapa kjo, ja ku është këtu. Po të rrëfesh me gojën tënde Zotin Jezus. Sa po rrëfeve, megjithëse nuk fole, po ngritet dorën, vërtet i besove me zemër. Ati,
ai të shpëton nga mëkatet, të ka shpëtuar nga fuqia e vdekjes, sepse Zoti premton, kushdo që do të thras emrin e Zotit, sikundër ne e lexuam së bashku, do të shpëtohet. Do të shpëtohet. Shumë mirënjohës për këtë kohë së bashku, gëzuar Pashkën edhe një herë. Hajdeni përsëri ne mblidhemi çdo të diel në orën 10, çdo të mërkurë në orën 5:30. Jeni të ftuar të vini. Edhe mos u largoni më njëherë. Takoni njëri tjetrin, përshëndesni njëri tjetrin. Zoti ju bekoft. Jeni të lirë.